politika nuk është si sheqerparet e Dibrës, po është edhe helm i vërtet në momentet e caktuara. Ke frikë të trëmbë kjo sfidë? Në betejë ku ti shkon vetvetja dhe me të gjithë arsenalin tënd, ti ja del dhe fiton si Davidi që në fund fare e mundi Golian. Si e shikon mbijetesën dhe triumfin e modelit tënd në këtë mjedis sot? Të bërit politik për mua do të jetë të qenit e vërtet, në mënyrë etike, të qetë, por luftarake në kuptimin që do t'i shkoj betejave deri në fund kur ato ja vlejnë. Si ka qenë ndarja me babain tuaj, Safet Xhulali? Mund edhe të më kishte hedhur poshtë. Minovizo 2 vlera, 3 vlera që kujton nga babai yt. Për dijen, ai e thoshte gjithmonë që kjo është pasuria më e madhe që unë ju lë pas, është e vetmja gjë që nuk va merr dot asnjëherë askush. Ekonomisti Robin Hogarth shpiku termin mallkimi i dijes. Në një vështrim përmbledhës se kemi të vështirë të kuptojmë se si ndije dikush që nuk di atë që ne e dim më së miri, kur ti takohesh me ignorancën. Si përplaset kultura dhe dija? Një zgjedhje mes të qenit një derr i kënaqur apo një Sokrat i përvuar. Për çfarë je krenar, për çfarë ke vlerësuar, pse e dashurove këtë vajzë? Jam një njeri i lumtur dhe kam gjetë gjysmën time më të mirë. Pra shoqja më e mirë që unë kam. Dhurata më e bukur e jetës dhe e kam fal Hildës. Hilda Xhulali, përshëndetje, jam shumë e kënaqur që je në këtë episod të podcastit. Jemi në javën më të nxehtë të zgjedhjeve elektorale dhe ti nuk mund të mungoje në këtë seri kandidatësh që kam ftuar këtu të majtë të djathtë, të cilët pavarësisht logëve politike i kanë përzgjedhur në fakt si njerëz vizionar, si të rinj të reja që janë shqiptar të denjë që e duan që Shqipëria të jetë një vend më i mirë. Kam një poster i cili më flet çdo ditë në mëngjes kur shkoj në zyrë tek njësia 5, Hilda Xhulali, votojeni. Unë përpara se të pyes pse duhet shqiptarët të votojnë ty, do bëj një prezantim për ata që nuk të njohin. Ti ke një CV shumë interesante, ke studiuar marrëdhënie ndërkombëtare dhe je diplomuar me medalje Ari. Dhe respekte gjithmonë atyre që studimin e kanë patur parësor në jetën e tyre, je diplomuar gjithashtu me merit dhe ke ndjekur studimet pas universitate në Universitetin e Oxfordit për shkenca politike me bursë. 22 vite karrierë në diplomaci. Vajza e Safet Xhulali ish ministër mbrojtje në fillimet e demokracisë 92-97 dhe bashortja e Aldo Bumçi ish ministër drejtësie, kulture dhe përkohësisht për një periudhë të shkurtër ministër i jashtëm. Sot kandidate për deputete në Parlamentin e Shqipërisë në radhët e demokratave në listat e hapura të Partisë Demokratike, qarku i Tiranës, zona 5 dhe 11, Tirana, zemra e kryeqytetit dhe Lapraka, apo jo? Po. Pse duhet të votojmë në ty? Direkt në temë? Faleminderit një. Është shumë kënaqësi për mua që jam me ty. Një grua që frymëzon, edhe unë po ashtu uroj që të jem në të ardhmen një grua që frymëzon në politik. Pse duhet më votojnë mua? Besoj që ka shumë arsye, po arsyet kryesore është se unë jam hyrë në politikë si një grua që është me të vërtetën, në atë parë. Sot Shqipëria ka nevojë për të vërtetën, një grua që dëgjon për të kuptuar, që i shkon betejave deri në fund dhe lufton për betejat e drejta dhe që u shërbejnë të gjithëve. Besoj që këto janë 3 gjëra që janë shumë të rëndësishme për çdo njeri sot. Qasin e ke shumë të mirë, po aq sa ke dhe CV-n, ndaj pyetjen ta bëra vetëm sepse doja një zgjatim të asaj që sapo thash për ty, sepse nga pikpamja e formimit akademik dhe profesional kemi një politikane të re, por një politikane me përvojë. Kështu që është kombinim shumë i mirë ky kur pjekuria dhe mosha e re përputhen, edhe vinë si një alternativë mirë, sidomos për Partinë Demokratike që ka nevojë urgjente për gjak të ri, them unë. Po, unë kam shfrytzuar çdo mundësi që të marr një arsimim sa më të mirë, dhe jo thjesht të shkoj jashtë dhe të kem një diplomë tuaj, por të marr dije dhe të marr çdo gjë nga të jetuarit jashtë në një vend evropian apo në një vend si Anglia. Kam jetuar me shumë tuaj dhe jam përpjekur të marr përvojat më të mira të atyre vendeve dhe ti mbart me vete vlerat më të mira që kam gjetur atje. Kam 22 vite karrierë ku e kam testuar veten për një kohë të gjatë, mendoj, dhe kam dhënë prova që jam njëri që
është i përkushtuar në punë, por ajo që është më e rëndësishme është që sjell rezultate konkrete. Një nga ato rezultatet e punës time, se në diplomaci është pak e vështirë ta prekësh rezultatin, po një nga ato rezultatet e punës time për shembull ka qenë procesi i liberalizimit vizave, një arritje jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, dhe unë kam qenë pjesë e ekipit drejtues të liberalizimit vizave dhe kam pas shenjën time në këtë proces. Po edhe anë të tjerë, po përmend vetëm një gjë që është, besoj, e kanë prekur dhe e kanë ndjerë të gjithë shqiptarët në shtëpinë e tyre. Prindërit që kanë patur fëmijët jashtë, nuk e di nëse e mban mend atëherë që njerëzit duhet të rrinin me radh, me orë të tëra përpara ambasadave, dokumenta pas dokumentave, ishte një stres psikologjik, financiar e kështu me radhë, mirë po ja që u bë mundur që u hoq tani me një pasaport, mund të shkojnë shqiptarët ku duan në çdo vend bashkimit evropian. Do doja shumë të dija se si ka qenë fëmijëria jote që është shumë përcaktuese në gjithë çka ndodh në vazhdim të jetës sonë. Njeriu ka tendencën që gjithmonë këtë nostalgji për ato momentet e bukura të jetës. Unë kam patur një fëmijëri të bukur në kuptimin që kam qenë një fëmijë aktiv bashkë me motrën, se meqense jam binjake, gjithmonë kemi bërë gjëra të ndryshe, veçanërisht në fëmijëri. Kam kënduar nëpër festivale, kam marrë pjesë nëpër olimpiada, kam qenë në teatr kukullash. Po jam lindur dhe jam rritur në një qytet të vogël si Peshkopia, një qytet malor, një qytet që ishte shumë i ftohtë, për shembull, ato dimrat e ashpër, ne ishim një familje që ishim 3 vajza, unë dhe motra binjake ishim më të mëdajat, dhe kur vinin këto dimra të acartë, për shembull, ne duhet të vendosnim kush do priste drut në shtëpi bashkë me babin, vinte kamioni me drut që i shpërndante tek gjithë, sa atëherë ngroheshin vetëm e soba, edhe ajo soba nuk ngrohte mirë, edhe duhet merrnim të çajshin ato drut, pati merrnim të ngjisnim sipër në kat të dytë, do stivoseshin, duhet prisnim edhe sa të shkërieshin se drut vinin ashtu të ngrirë. Ka qenë një fëmijëri e mbushur edhe me gëzimet e moshës, edhe me vështirësitë e asaj kohe, vështirësi shumë nda, edhe varfëri, si shumë familje shqiptare, shumica e familjeve shqiptare. Vështirësi nga më të ndryshmet. E di çfarë më kujtove sobën e gjyshes time në Korçë, e cila çdo mëngjes kur bënte petët e lakrorit, më sillte një petë ekskluzive diku nga ora 7 e mëngjesit, ose i thante ato çorapet e lagura tek soba, mbasi ishte shuar zjarri, edhe ishte më pak e rrezikshme që të mund t'i diqte, edhe do t'i që unë e mora të shihen në sobës gjithë jetën me vete, dhe megjithëse ka qenë fëmijëria ime shumë e varfër, unë sobën e kam marrë si një trashëgimi nga varfëria dhe nga fëmijëria, dhe kam pasur në çdo shtëpi ku kam jetuar, edhe në shtëpinë aktuale sot. Unë dua patjetër që shtëpia ime të ketë një sobë, sepse në të gjitha të varfëri ajo soba ishte simboli i ngrohtësisë, i zjarrit, i dritës. Bashk, se aty mblidheshim rreth sobës dhe ne ishim me njëri tjetrin dhe ndanim ato momentet e bukura, se kjo është jeta, mendoj unë. Bashkësia e gjithë këtyre momenteve, copëzave të bukura që ndërtojmë hap pas hapi, qoftë edhe në momentet më të vështira. Çfarë të ka mësuar varfëria ty në fakt? Po, varfëria na mëson apo jo? Na mëson shumë. Na mëson shumë. Një nga gjërat që më ka mësuar është kjo, pra që pasuria më e madhe janë këto copëzat e jetës. Disa njerëz nga varfëria marrin si mision të bërit e parave. Kjo nuk ka qenë një nga gjërat që kam marrë unë, ndoshta edhe për shkak të mënyrës se si jam rritur. Për ne në familje, fjalia më e shpesh ka qenë që pasuria më e madhe në familjen tonë do të jetë vetëm dia. Kjo ka qenë. Edhe unë me këtë moto jam rritur, dhe në fund të ditës edhe me miqtë e mi, edhe në familje ku mblidhemi, nuk kam dëgjuar ndonjëherë as miqt, vetë jo që diskutojmë për shembull sa para kemi shpenzuar këtu, na kushtoi kjo, pra nuk kam dëgjuar njëri që ta thotë të gjë me kënaqësi, përkundrazi vetëm këto thot. Isha këtu, kalova këtë gjë, isha me këtë mikesh, qeshëm me këtë gjë, ndam edhe lot gëzimi ndoshta, po këto janë ato pjesët që merr njeriu me vete, dhe varfëria edhe asaj kohe më ka mësuar dy gjëra që nuk ndalon asgjë, nuk ndalon aty. Nëse ti përpiqesh, ecën përpara, pastaj përpika që zgjedh gjithë secili është e ndryshme, sigurisht, por mua me atë përpjekjen time përmes dijes më ka ecur shumë mirë. Pse u ktheve në Shqipëri? E pe në një moment jetës tënde si alternativë të qëndruarin dhe të punuarin në Britaninë e Madhe? Ti ke jetuar një vit në Oxford? Po, kam patur
ofertë për të qëndruar dhe në Greqi fillimisht, kur mbarova shkollën e lartë dhe më pas në Oxford, por u ktheva në Shqipëri sepse ishte shtëpia ime. Këtu kisha familjen, këtu kisha çdo gjë dashur, kështu që nuk e kam konsideruar asnjëherë si sakrificë. Edhe sot, edhe përpara një viti për shembull kam patur përsëri ofertë që të shkoj përsëri në Oxford edhe të shkoj të angazhohem në një program atje, por kësaj here kam vendosur, ndryshe nga më parë që kam menduar si diçka krejt natyrshme, kësaj here kam menduar që duhet bëj një sakrificë dhe të qëndroj në Shqipëri. Është sakrificë të qëndruarit në Shqipëri? Sot besoj pa është sakrificë shumë e madhe të qëndrosh në Shqipëri. Këtë mendoj unë, këtë e kam dëgjuar dhe shumë, është ndoshta një nga gjërat që dëgjoj më shpesh veçanërisht gjatë kësaj fushate. Të qëndrosh në Shqipëri është sakrificë. Shumica e njerëzve e kanë zgjedhur Shqipërinë, duan Shqipëri se kanë shtëpinë e tyre. Por që të jetosh këtu kërkon shumë mund, veçanërisht për ata njerëz që kërkojnë të jetojnë me punën që u shpërblehet edhe me dijen. Kjo është sot sakrificë e madhe. Do të pyes pak në lidhje me fushatën me që janë ditët e fundit. Si është të futesh në fushatë pa sponsor, për shembull, vetëm të mendosh materialet e marketingut që duan, flet palosjet, kishe një çantë shumë bukur, nuk e di, e ke me vete? Ta pash kur u takuam për para intervistës në zyrë. Çantë beze thjesht me logon. Po ta kalkulosh, në aq shumë njerëz sa duhet shpërndahen, do të thotë që duhet kesh gjithmonë një buxhet nga pas për ta bërë fushatën që ajo të mbërrinë sa më shumë shtëpi dhe sy e vesh njerëzish. Si e bën ti, sepse unë të pyeta të tash ke sponsor dhe më the zero Alketa. Ti ke hyrë pa mbështetjen e biznesit sepse s'ke asnjëri të familjes në biznes që thoje një pjesë të këtij buxheti do ta sakrifikoj për një kauzë të madhe, nuk ke as sponsor të biznesit, ke hyrë vetëm me ideal. Ndihesh kështu e çarmatosur apo ndihesh gjithmonë armatosur me idealin, me dijen, me atë që të ka lënë trashëgimi familja, edukatën në vend. Me të vërtetën, në radhë parë, se tash për mua gjëja më e rëndësishme në këtë fushat është të takoj njerëzit dhe të dëgjoj të vërtetat dhe të flasim për të vërtetat. Mendoj që një nga sfidat e kohës sotme është shmangja ndaj të vërtetës. Dhe unë besoj që betejë jonë më e madhe sot duhet të jetë përballja me të vërtetën. Dhe kjo përballje nuk vjen përmes sponsorizimeve ose fushatave që bëhen në ajër, po vjen duke zbritur poshtë, të takosh njerëzit, aty e merr ndjesinë e vërtet, aty depërton, aty le shenjën e vërtet. Dhe në aq njerëz sa takoj dhe unë arrita lek të ndjesi, kjo është fitoria më e madhe, mendoj. Ti pse hyre në politik dhe e leni një kuptim karrierën diplomatike? Dhe cilat janë kauzat për cilat një vajzë e mençur dhe arsimuar si ty, me kaq shumë përvojë jetë dhe kaq shumë përvojë profesionale, do të ngrinte zërin fort për të na përfaqësuar denjësisht? Po, jam futur në politik sepse jo thjesht se kam zbuluar një pasion të ri tek vetja, por mendoj që e konsideroj si një mision. Në një mision në kohën e vështirë që njerëzit po përpiqen të shmangen të vërtetave, në kohën që ajo e qenura politikisht korrekt si mantra e kohës po na tërhiqte pas vetes, në fakt unë besoj tek politika e qenit i vërtet, etik, por jo steril. Dhe mendoj që në këtë këndvështrim, pra ajo që kam parë është që në Shqipëri ka disa shqetësime, disa probleme shumë të mëdha për cilat ne duhet flasim me do e mos. Dhe këto i ka marrë dhe si kauza personale. Gjë e parë është ajo çfarë ndesh në rrugë çdo ditë, po edhe dëna që na flasin që është plakja e Shqipërisë. Në Shqipëri fatkeqësisht mosha të moshuarit janë ata që mbizotrojnë. Pra nuk mbizotrojnë më të rinjt, por janë të moshuarit. Edhe Instati këtë na thotë që kjo është fasha më e madhe e popullsisë me densinë më të madhe. Kemi dhëna të tjera tronditse që na thonë që çdo orë nga Shqipëria në 12 vitet e fundit janë larguar 9 shqiptar. Kjo do të thotë që jo vetëm ka plakje të popullsisë, por Shqipëria po shpopullohet. Është një eksod masiv në përmasa të frikshme. Dhe të marra këto të dyja së bashku e vendosin Shqipërinë në një moment kritik. Amerikanët i thonë make it or break it. Dhe ne duhet bëjmë të gjithë bashk, po unë të paktën e kam marrë si mision personal që të bëj çdo përpjekje për t'i ndaluar e para shpopullimin e Shqipërisë dhe e dyta për t'i ardhur në ndihmë fashës së pensionistëve shqiptar, të cilët ndodhen në vështirësi shumë të madhe.
edhe për shkak të vetmisë, sepse një pjesë e madhe e fëmijëve u janë larguar, edhe për shkak të pamundësisë financiare që ata kanë, për shkak të pensioneve të ulta, edhe për shkak të shumë vështirësive, sepse është rritur jetëgjatësia dhe ka probleme të tjera shëndetësore që lidhen me moshën dhe nuk ka kujdes për kujdesin e duhur për këta njerëz. Kështu që ne duhet të bëhemi kreativ, të krijojmë mundësi institucione të reja për t'i ndihmuar, se ndihmojmë njëri tjetrin. Sidomos nga pikpamja shëndetësore, mendoj. Mosha e tretë ka probleme serioze të institucioneve shëndetësore apo qendrave të posaçme për sëmundje të ndryshme që në moshën e tretë i përballin herat avon të gjithë. Kanë probleme për të përballuar ilaçet, blerjen e ilaçeve, kanë probleme për të përballuar blerjen e ushqimeve, kanë probleme të mëdha shëndetësore. Për shembull, një nga këto është demenca që shoqëron jetëgjatësinë. Ka probleme të tjera me invaliditetin, ka probleme nga më të ndryshmet që i dëgjoj, i ndaj me miq dhe ne nuk kemi ende një përgjigje të strukturuar për këto probleme dhe këto duan zgjidhje urgjente. Një nga kauzat e tjera shumë të rëndësishme që unë kam marrë përsipër është për të trajtuar problemet e grave dhe vajzave. Kam takuar kaq shumë gra këto ditë Alketa që ne kemi shumë nëna kryefamiljare që mbajnë një barë të jashtëzakonshme. Kanë probleme sepse bashkëshortët për shembull nuk u përgjigjen për të mbuluar shpenzimet financiare. Problemi tjetër është që këto gra kanë dhe fëmijë. Mirë po, që të kujdesen për fëmijët e tyre kërkon kohë. Duhet ketë institucione që ndihmojnë, duhet kenë kopshte çerte, shkolla publike që i kanë afër. Ndihmë sociale. Imagjinon nëse ti ke 2 fëmijë, duhet të çosh edhe njërin edhe tjetrin, po nëse këto janë të vetme nuk ja dalin dot. Po nëse ti ke një fëmijë që e ke dhe në moshë më të vogël ose nuk ja siguron dot që ta çosh në një kopësht apo çerdhe, do duhesh që të qëndrosh vetë aty e pa punë. Po duhet të aftësohen. Pra ka një zinxhir problemesh dhe ne kemi shumë nga këto gra të reja sot që kanë nevojë për ndihmë. Kanë dëshirën për të punuar, kanë dëshirën që të jetë aktive, mirë po i kanë mundësitë shumë kufizuara dhe shteti duhet bëjë shumë për të ndihmuar këto gra. Mirë po, kush mund t'i kuptojë ato më mirë se sa një grua? Vetëm gratë, mendoj unë, e kuptojnë peshën që mban një grua brenda shtëpisë dhe sfidat e mëdha që ato kanë edhe në një shoqëri patriarkale si e jona, se duhet i themi disa gjëra hapur dhe shkoqur. Shoqëria shqiptare është ende një shoqëri thellësisht patriarkale, që gratë shpesh i trajton edhe si të i dukshme, edhe që i diskriminon, edhe veçanërisht ato gratë që janë që nuk kanë një bashkëshort për krah, apo nuk kanë një vëlla, ato figurën mashkullore për krah, i diskriminon, nuk i trajton ndoshta aq mirë, dhe ne gratë duhet ta ndihmojmë njëra tjetrën, gratë në politikë veçanërisht duhet ta kenë mision parsor këtë. Për të ardhur në ndihmë dhe të bën edhe frymëzim, por edhe ndihmë për mira vajza dhe gra të tjera. Shumë faleminderit që e solle në vëmendje këtë për gruan shqiptare. E di që do jesh një zë i mirë dhe kam besim tek ti. Shiko, Ilda, kur flisim sot bashk, tham që politika nuk është si sheqerparet e Dibrës, po është edhe helm i vërtet në momente të caktuara. Ke frikë të trëmbë kjo sfidë? Nuk është, shiko, çdo sfidë është e vështirë dhe punët e mira, them unë, gjithmonë bëhen me vështirësi, nuk ka punë të mira që arrihen lehtë. Mirë po, një nga këto historitë më të bukura për shkakun që janë edhe frymëzim për mua, nga e cila ka marrë edhe emrin e djalit, është historia e Davidit me Golian. Ky është një rrëfim i jashtëzakonshëm që është, si thua, një testament edhe në besimet abrahamike. Historia e Davidit kundër Golias çfarë na mëson? 3 gjëra. E para, që nuk duhet të kesh frikë. E dyta, që armët që ti përzgjedh në një luftë asimetrike, sepse jeta është përballë me çdo gjë dhe jo gjithmonë lufta është simetrike, pra ti ke një të ngjashme me veten edhe duhet përballësh. Në një luftë asimetrike gjithmonë përqendrohet tek armët e tua më të forta. Dhe kjo do të jetë edhe ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë edhe, se thua, ajo mënyra e përgjigjes time edhe në politik. Dhe në fund të ditës ajo që mbetet nga e gjitha kjo është që në betejë ku ti shkon vetvetja
dhe me të gjithë arsenalin tënd ti ja del dhe fiton si Davidi që në fund fare e mundi Golian. Kështu që me besim, pa frikë, duke përqendruar në armët e tua, pa u dorëzuar, pa i tjetërsuar, ti do t'ja dalësh dhe kjo është motoja ime. Më the një shprehje shumë të bukur sot, që në fakt e thon Dibranët, për të ndërtuar një mur duhen 3 lloj gurësh, gurët e themelit, gurët që ndërtojnë murin dhe ato gurishkat e vogla pastaj që në për të mbushin boshllëqet. Themeli nuk do të mungojë dhe këtë themele kanë krijuar në fakt të parët e Partisë Demokratike, pionerët e parë ku bën pjesë edhe babai juaj i ndjer dhe shumë i nderuar, por janë edhe ato gurët në mur që duhet të qëndrojnë në kohë, edhe nuk e di në këtë mur të madh të demokratëve, cilët janë gurët më të rëndësishëm që do doja të vendosje që ta bëje solid këtë murin në kohë. Shiko, ky është proces, sepse nuk ka vetëm një mur. Pra, kjo është një ngrehin që vazhdon dhe rritet. Dhe kështu dal nga dal ta gurë zëvendësojnë njëri tjetrin. Po ka nevojë pak për ristrukturim Partia Demokratike, ka nevojë të merret metohet, të lyhet, të patinohet, të restaurohet. Partia Demokratike mendoj që tregon një forcë të jashtëzakonshme që rezistoi. Kjo nuk do thotë që do të mbetet këtu. Partia Demokratike në fakt është rritur, Partia Demokratike do të përmirësohet, do të përsoset, të tjerë njerëz janë bashkuar dhe unë vlerësoj shumë që janë bashkuar njerëz në një kohë të vështirë dhe kjo është një vlerë për gjithë secilin që i është bashkuar në këtë kohë. Këtu përfshi dhe veten time, po dhe shumë të tjerë, për shembull edhe kandidatët e tjerë në të gjithë listat e hapura janë të rinj, emra të rinj në politikë relativisht dhe janë bashkuar Partisë Demokratike jo në kohën e shoqëparës, siç e tham, por në kohën e një sfide shumë të madhe, madje në kohën e asaj që është kjo kultura e fshirjes, cancel culture, pra që ti i bashkosh diçka që nuk është trendi, po edhe me një kosto që edhe mund të fshihesh fare. Por këta njerëz besuan tek Partia Demokratike dhe Partia Demokratike ja vlen. Është një institucion që vlen në Shqipëri dhe besoj që do të vazhdojë të përsoset rrugës dhe unë uroj që të përsoset në kushtet normale. Na nevojitet një normalitet që t'i bëjmë gjërat me qetësi më mirë edhe të ndriçoj. Flet shumë bukur Tilda, edhe mua më pëlqen shumë që këtu në këtë podcast kam sjell politikan që flasin një shqipe të mirë, letrare të kulluar, ndihet edukimi, shkollimi, dia. Edhe më pëlqen gati dhe melodia e zërit, sepse zëri i parlamentit të Shqipërisë aktualisht sot është fyes, është i rënd, është toksik, është arrogant, është një zë që shqiptarët jam e bindur i shqetëson të gjithë. Edhe në këtë toksicitet të këtij mjedisi duhet mbjetosh ja kështu, me vlera, me qytetari, duke folur me argument edhe qetë. Si e shikon mbijetesën dhe triumfin e modelit tënd në këtë mjedis sot? Duke e parë kuvendin e Shqipërisë si spektatore, sepse e ke pasur këtë mundësi për gjithë këto vite, po dhe si opozitare. Ka vështirësi shumë të madhe në përgjithësi. Jo vetëm në politikë, kudo. Në shoqërinë shqiptare ka një vështirësi që e ndjem, veçanërisht te gratë, kjo vjen si letër zumpare. Unë jam e përgatitur për këto, e kam parë, e kam ndjekur dhe jam plotësisht e vetëdijshme se ku po futem. Tashmë kjo letër është ndihet më fort sepse ti futesh në jetën publike, kur futesh në jetën publike, gjërat s'është as pak e lëmuar. S'është as pak e lëmuar jeta publike. As pak. Për çdo profesion publik në fakt. Më ekspozuar dhe njerëzit përreth teje mund të ndihen dhe më të lënduar. Kështu që merr një kosto jo vetëm për veten, por edhe për familjen dhe për njerëzit, për miqt e kështu me radhë. Megjithatë, kjo është diçka që unë e kam marrë përsipër me kurajo, pa frikë. Por unë besoj që do të lësh shenjën time pa duke qëndruar besnike e vetvetes. Premtimi që unë i kam dhënë vetes është ky. Unë nuk do ta trajtoj asnjëherë veten time. Do të mbetem kjo që jam, siç kam qenë edhe më tutje. Pra të bërit politik për mua do të jetë të qenit e vërtet në mënyrë etike, të qetë, por luftarake në kuptimin që do t'i shkoj betejave deri në fund kur ato ja vlejnë. Si ka qenë ndarja me babain tuaj Safet Xhulali? Edhe cila është trashëgimia e vlerave që ai të ka lënë jetë? Ndarja nga jeta e babit ka qenë një nga ato momentet që mund edhe të më kishte hedhur poshtë. Se jeta çdo njërit ka luhatjet e veta, ngritjet, uljet. Për një vajzë, humbja e babait është një nga gjërat më të rënda. Për marrëdhënien që un kam patur me babain tim, ka qenë gjëja më e rëndë që kam përjetuar deri më sot. Emocionalisht. Shumë e fortë, shumë goditse. Megjithatë, un duke menduar që kam gjithmonë me vete, edhe kam pjesën time,
jam përpjekur që të ngrihem mbi dhimbjen, jo që t'imposhtem dhimbjes. Dhe gjithmonë mendoj që a do ishte ai krenar me këtë që kam bërë, a do ta kishte aprovuar ai këtë zgjedhjen time, do kisha dashur shumë që ta kisha për krah, domethënë edhe të merja atë shikimin e tij, sa e fliste përmes shikimeve, fjalët i kishte të pakta, po ti transmetonte ndjesitë me mënyrën e tij unike, të jashtëzakonshme. Po unë kam atë pjesë timen edhe them që ja kam dalë që nuk jam poshtur dhimbjes që më la pas. Shiko, Alkita, mua edhe sot, kjo gjë më emocionon, është një nga përjetimet më të forta që kam patur në jetë. Ima të nda nga jeta nga një arrest kardiak, ishte një humbje e papritur, isha krejtësisht e papërgatitur për këtë gjë. Po, ka qenë shumë i ri babi, po jo? Ka qenë shumë i ri, babi ka qenë vetëm 58 vjeç, edhe la pas mamin, një grua të rënë mosh, po ashtu 45 vjeç ishte mami im, vetëm. Unë dhe motrat e mia po ashtu ishim shumë të rejanë mosh, por ne nuk ju poshtëm dhimbjes. U bot 4 gra bashkë të fuqishme. Bashkë të katërta, një moment na u duk sikur na e humbëm busullën, se babi ishte burri i shtëpisë, po ishte edhe busulla jon orientuese. Megjithatë, ne u bëm të forta edhe e ndërtuam busullën tonë të re, edhe ky është një mesazh që unë do doja t'u jepja edhe të gjithë grave dhe vajzave, dhe e kam posaçërisht për to, se ne ndoshta ndihemi edhe më të brishta, se gratë janë të tilla dhe për nga natyra, janë dhe më emotive, që mos i dorëzohen dhimbjes, por të ngrihen dhe gjejmë forcën brenda vetes. Çdo njëra prej nesh e ka një forcë brenda vetes, mjafton që ta kërkojë. Edhe ajo do t'i ndryshoj gjërat, do t'i bëj gjërat më mirë, na bën më të forta, por nuk ka nevojë të bëhemi të forta kështu burrore. Jo, është një forcë tjetër që na ngre, na çon në më të mirën tonë. Nuk e di pse më çove tani tek monologu i fundit i filmit Titanic, se din qofse ke parasysh atë grua të dashuruar përjetësisht me kujtimin e një djali me atë zemrën blu që ra në fund të oqeanit, edhe ajo që vazhdoi dhe tha, po Rosa, me më shumë rrudha, me më shumë thinja, tha my heart will go on, zemra ime do vazhdoj të jetojë dhe bashkë me të do jetojë dhe zemra jote tek unë. Se unë jam kështu pak romantike gjithmonë, edhe bëj artistet e mi artistike. Nga ne e është. Po ja, pra nuk e duket politikanëve në parlament, duhet vinë tek podcast Inspire që t'ju dali ky dimension i shpirtit edhe jetës personale. Shiko, jeta kërkon forcë dhe qëndresë, është e vërtet, po prindrit na lën dashurinë, na lën kujtimet e mrekullueshme që jetojnë brenda nesh, por na lën edhe vlerat. Mi në vizo 2 vlera, 3 vlera që kujton nga babai yt. 2 gjërat më të çmuara mendojnë që na ka lënë babi pas, ka qenë marrëdhënia me dijen, me dëshirën për dijen. Ai e thoshte gjithmonë që kjo është pasuria më e madhe që unë ju lë pas, dhe pasuria më e madhe që ju do të keni me vete gjithmonë, dhe është e vetmja gjë që nuk va merr dot asnjëherë askush. Çdo gjë tjetër shkon e vjen, ndërsa këtë gjë nuk va merr dot askush. Dhe këtu nuk e kishte fjalën thjesht tek një karton, që quhet diplom. Jo. Njeriu thoshte mëson derisa të jetoj deri në fund të jetës, mëson. Edhe është një dije që këtë nuk ta merr askush. Dhe e dyta është liria. Unë jam rritur si një vajzë e lirë, kam bërë zgjedhjet e mia dhe këtë më ka mundsuar babai dhe nëna ime, të dy bashk. Dhe në shtëpinë tonë nuk është thënë kur do bësh kështu se them unë, do zgjedhësh këtë se them unë. Dhe as mami as babi nuk kanë projektuar tek ne veten e tyre, por na kanë lënë ne të lira, të treja, që të bëjmë zgjedhjen tonë siç kemi ditur ne. Na kanë lënë edhe të gabojnë, pa na ndëshkuar, po të mësohemi edhe të mësojmë më shumë nga gabimet tona, por ai sensi i lirisë, liria për të zgjedhur, liria për të qenë vetja, është një nga gjërat që e ka mësuar me kohën, që ka qenë një nga gjërat më të çmuara që na ka lënë trashëgimi. Kur folëm për dijen, gjë mbi cilën kam ndërtuar unë gjithë filozofinë e jetës time, ajo ideja e studentit gjigant që gjithë jetën duhet të mësoj, edhe më mbeti në mendje. Po lexoja sot para se të vija në podcast në zyrën time Fjalimet 8, është një libër shumë i bukur që më kanë dhëruar, edhe para se të hyni në podcast, do ta hap, do ta shikoj çfarë do t'i bjerë Hilda Zhulalit. Ishte faqja 110
Edhe për çudi, tamam sikur të ishte shpirti i babait tënd këtu afër nesh, më doli kapitulli i titulluar Mallkimi i dijes. Shikoje. E nënvizova dhe thash do t'ja them Ildës gjatë bisedës. Edhe thoshte këtu në mënyrë shumë ironike këto fjali. Për fat të keq nuk është aq e lehtë të jesh i ditur. Të gjithë vuajmë nga paragjykime me natyrë kognektive, për cilën ekonomisti Robin Hogarth shpiku termin mallkimi i dijes. Në një vështrim përmbledhës se kemi të vështirë të kuptojmë se si ndije dikush që nuk di atë që ne e dim më së miri. Sa rëndësishme është që atë e dim ta mbrojmë mirë dhe t'i bëjmë atij të paditurit të kuptojë atë që ne dim shumë mirë. Dhe mos dia është mallkimi tjetër, më i madh se dia pastaj. Sepse gjeneron vetëm keq kuptime, konflikt dhe absurd. Po, kur ti takohesh me ignorancën. Si përplaset kultura dhe dia? E thëm kështu në mënyrë pak më popullore ose më thjesht për ata që ka të vështirë të zbërthejnë gjithë të që lexova, është një zgjedhje mes të qenit një der i kënaqur apo një Sokrat i përvuajtur. Bukur e the. Është edhe kjo, është një zgjedhje, megjithatë unë besoj që në kohët e sotme dia gati të vjen vetvetiu dhe t'imponohet, sepse njerëzit e kanë të pamundur të mos ta përthithin informacionin. Sot është e rëndësishme të vendosësh disa filtra, që ti të kuptosh nga informacioni që merr se është i shumt, është i dendur, është i shpejt, dhe ti çdo njeri duhet të krijojë disa filtra që ta përvetsoj me qetësi, të reflektoj mbi këtë, edhe të filloj ta ndërtoj si një mur, si një ngrehin. Edhe këtu dua të tregoj edhe një histori se si takohen gjërat bashk. Për shembull do të tregoj historinë e dy gjysheve të mia. Gjysha ime, njëra nga gjyshet e mia ka qenë Gjirokastrite, një arsimtare që shkoi në veri dhe hapte shkolla për vajzat, e kështu me radhë, dhe që po ashtu rriti 7 fëmijë, të gjithë i bëri me arsim të lartë, dhe një gjyshe tjetër, gjysha ime Dibrane, e cila nuk ishte arsimuar, por kishte bërë shkollën e Dibrës, që është një shkollë më vete, dhe këto u takuan me njëra tjetrën, dy krushka po qetuan dhe bashkëtuan si dy motra me njëra tjetrën dhe komunikuan ishin si dy enë komunikuese me njëra tjetrën. Dhe atë mos dije nëse mos arsimimin, edhe arsimimin e lartë, si thuash, e kombinuan me njëra tjetrën. Njëra u bë ujë, tjetra u bë kana. Po. Ashtu mirë po i transmetoni njëra tjetrës dhe secila mësonte nga tjetra, njëra mësonte nga urtësia që t'jep jeta, dhe tjetra mësonte nga ajo çfarë merr nga librat, nga qenurit të lidhur me librin, se nuk është thjesht për dia shkolla siç e thash apo diploma, por është ajo që merr nga libri, nga zgjerimi i horizontit e kështu me radhë. Por njeriu, prandaj thash që njeriu aq sarron, aq edhe mëson, kështu që dia është diçka që ti e përvetson çdo ditë gjithkund që shkon. Njerëzit duhet thjesht të krijojnë filtrat, edhe ta brendësojnë, edhe të reflektojnë mbi këtë, nxjerrë mësimet e veta. Respekti për vajzat nuk është zgjedhje, por është detyrim. Jam shumë kurioze të di se si e edukon ti djalin tënd 17 vjeçar në raport me sjelljen që ai duhet ketë për vajzat. Unë mendoj që në Shqipëri vajzat nuk trajtohen me delikatesën që meritojnë. Nuk dua ta përgjigjsoj këtë, por kam dëgjuar histori të tmerrshme përmes portalit Lifestyle-it, revista Klas, që i adresohet vajzave. Janë histori dritëruse rënqese që ende sot në vitin 2025 për shkak të emancipimit dhe mosdijes, vajzat trajtohen keq, me arrogancë, pa respekt, dhunohen verbalisht, fizikisht. Është e paimagjinueshme, është një kthim tragjik në primitivizëm. Gratë edhe vriten në Shqipëri, edhe vriten janë numra tragjik, ato që dëgjojmë rastet janë tragjike, dhe mësimi i parë që duhet vi për gjithë ne është që të edukojmë djemt. Dhe unë si nën, gjëja e parë që kam bërë është të edukoj djalin tim. Nëse djali im mëson të sillet me respekt me mua në radh parë si nën, sepse unë jam një grua, ashtu do të mësoj të trajtoj me respekt shoqet e tij, nesër të dashurën e tij, bashkëshorten e tij e kështu me radhë. Kështu që nëna duhet të mësojnë djemt që t'i respektojnë ato në radh parë. Pra nëse djali respekton nënën, djali kurrë nuk do të sillet keq, abuzoj apo dënoj një grua tjetër.
je binjakja e një motre tjetër, e cila është kudo me ty dhe kur nuk është me ty fizikisht. Nuk e di, ndjejnë binjakët njëri tjetrin, e kanë vërtet atë telepatin që thuhet? Shumë, binjakët nuk jetojnë dot pa njëri tjetrin, mendoj unë, ose unë të paktën nuk jetoj dot pa binjakën time. Po si ja bëni juve të ndara fizikisht se motra jote jeton në një kontinent tjetër? Shumë vështirë, për një kohë gjatë kemi qenë gjithmonë bashkë, kudo bashk, edhe pse kemi bërë secila gjërat e veta, por tani motra ime jeton, u bë disa vite që jeton jashtë Shqipërisë, fillimisht në Azi, tani në Afrikë, edhe megjithatë ne komunikojmë shpesh dhe motra ime ka ardhur duke ndjerë dhe këtë telepatin dhe nevojën që kam unë për një mbështetje shumë të fortë. Motra ime ka ardhur të më mbështesë në fushat, edhe nuk mungon për që në këtu bashkë me mua. Po nuk ka gjë më të bukur, edhe është gati e mbi natyrshme se të kesh një binjak, një njeri që të kupton pa u dashur që ti të flasësh, thuash asgjë me një shikim ose pa të parë fare, me val e ndjen se ku je, si gjendesh, çfarë nevoje ke. Dgjoj, çfarë ka bërë bashkëshorti yt në këtë periudhë zbori për ty? Ky është zbor elektoral, është zbor jete me kosto shumë të madhe, patjetër mbi jetën private. Mos harrojmë që ai ka qenë ministër në kohë lavdie dhe ka njohur politikën në kushte pak më komode, se politika është gjithmonë skomode, është gjithmonë e parehatshme, do të thojë unë, sepse do të vendosësh interesin e të mirës publike mbi agjendën tënde personale, mbi pasionet e tua, mbi dëshirën për të jetuar jetën private në një mënyrë të caktuar. Si të ka ndihmuar ty ai, si të ka qëndruar afër, çfarë të thotë? Ti je në pozicionin e koltukut të opozitarit, lufton në një kohë jo shumë të lavdishme për Partinë Demokratik, u bën kaq shumë vite opozit. 12 vite opozit. Po, shiko, cila është forca që ti je? Nuk është luks, në fakt. Sepse ne sot na duket si e tillë edhe marrim si të mirëqen që është luks. Jo, ti je ministër, në fakt është përgjegjësi shumë e madhe. Dhe unë mbaj mend që ato orët e punës së Aldos ministër kanë qenë të tmerrshme, shumë të tmerrshme, ndoshta edhe se këto orët e mia në fushat. Dita fillonte herët mbaronte shumë vonë, isha në zyrë me përgjegjësi shumë të madhe. Sepse kur ushtron një detyrë publike kaq të rëndësishme, merr përgjegjësi për jetët e miliona njerëzve. Është i qartë ai për karmën që e pret tani. Nëse ti fiton, tani ai është sigurisht është mbështetje për mua, me mua ne pak a shumë përjetimi politik e kemi ndarë gjithmonë me njëri tjetrin. Tani ai është mbështetësi imi, po sigurisht e përjeton si një mbështetës këtë fushat elektorale, edhe pse ai vazhdon të jetë njëri i angazhuar politikisht, por tani është me mua në fushat, gjithashtu nuk më ndahet. Jam shumë kurioze të di çfarë fushat elektorale do bënte ai për ty, për shembull. Çfarë do thoshte ai për bashkëshortën e tij? Për çfarë është ai më shumë krenar për ty, si mendon? Pyete. Ta pyes? Ti bën një telefon tani live? Përgjigjet ai? Përgjigjet. Nëse ke telefonin, ti bjem telefonin tani, do ta pyes, do të them jo Malketa Vesiu, do të bësh një fushat elektorale për gruan tënde, pse do ta marri votën time. Dakor, pyete. Ku e kemi telefonin? Do ta bëj këtë provë. Telefonin. Thjesht bjeri numrin do të flason. Alo? Alo, Aldo Bumçi, jam Malketa Vesiu. Po, si Alketa, e mirë. Jam shumë mirë, respekt dhe vlerësim shumë për ty gjithmonë. Shumë faleminderit dhe për mundësinë e intervistës si dhe Ildës. E meriton Ilda. Dëgjoj, tani po të regjistroj në këtë moment, që mos ta tradhtoj besimin tënd, edhe dua të të bëj një pyetje që do përfshihet në podcast. Do të pyesja për shembull, po të bëje ti fushat elektorale për Ilda Zhulali si bashkëshorti i saj, duke njohur gjërat që në fushat mbas ajo nuk do të mund ti shpalosit gjitha si vlera. Çfarë do t'i thojë elektoratit të djathtë për ta votuar? Pse do ta votojnë shqiptarët gruan tënde? Të gjitha të pa përgatitur e di, po ti duhet të jesh shumë i qartë. Vetëm se jam filmon tani, po Ilda është një njeri i vërtet. Ilda është ajo që njerëzit shikojnë. Për çfarë je krenar? Për çfarë e ke vlerësuar? Pse e dashurove këtë vajzë? Po për gjithçka më mirë. Ilda është shoqja më e mirë. Njeriu me cilin unë kaloj gjithë ditën dhe nuk ka një moment që të thosh që do të u mërzit apo do të kalosh një moment ti je pra i lirë. Me Ildën kalon gjithë ditën dhe jam
jam i lumtur, jam një njeri i lumtur dhe kam gjetë gjysmën time më të mirë. Pra shoqja më e mirë që unë kam. Është njeriu me cilin unë jam i lumtur që kam pas fatin që jam martu dhe kam kriju familjen. Është një nga njohësit më të mira që ka Shqipëria të integrimit evropian, të çështjeve të rajonit. Është këmbgulse që ndron për betejat në Këshillin Bashkiak Tiranës. Ka zhvilluar bashkë me tjerë, patjetër, por ajo ka spikatur për qëndresën. Është njeri që punon, është shumë sistematike, pra një njeri që punon me orë tëra çdo ditë. Pyetja e fundit që kam për ty është për çfarë do t'i thuash faleminderit gruas tënde? Dua tani një kështu, dua një dëshmi kështu romantike. Për familjen që kemi kriju bashkë, edhe njeriu kur martohet fillon një jetë të dytë. Ka një jetë para martese dhe ka një jetë të dytë që është më e plotë, sepse unë besoj që kur martohesh bëhesh një me personin që martohesh. Dhe kjo është dhurata më e bukur e jetës dhe e kam fal Ildës. Kemi përtu bashkë një familje të tillë dhe jemi të dy, jemi bashkë pra, kjo është, jemi një. Jemi realisht një, mbas 18 vjetësh martesë, kjo është një përvojë shumë, është e jashtëzakonshme pra. Një nga shprehjet më të bukura shqiptare është u plakshi bashk, më pëlqen kjo, kështu që u plakshin bëjmë i gjyshër, qofshin fëmijët e djalit. Edhe qofshi të lumtur. Aldo, shumë faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit, suksese për Ildën. Tash unë isha në timon duke dhënë edhe Më bukur. Spontane është më bukur gjithmonë. Faleminderit, të përshëndes, do lidhemi, do dëgjojmë gjithë të mirat. U emocionove apo jo? Gjithmonë kënaqësi shumë e madhe kur dëgjon gjysmën tjetër që flet kaq bukur. Sa mirë. Unë dhe Aldo kemi një gjë shumë specifike, që jemi shumë introvert në ato intimitetin tonë, edhe nuk na pëlqen shumë t'i ndajmë këto historit tona, ta shprehim dashurinë në publik, se e shprehim në shtëpi dhe na mjafton. Kështu që na ke vënë në siklet të madh, është hera e parë dhe e fundit ta dish që kjo ndodh. Qofshi të lumtur, unë frymëzohem nga njerëz që i kanë të gjitha gjërat në ekuilibër, jetën private dhe jetën profesionale, edhe të uroj më të mirën. Isha shumë e kënaqur sot që kisha këtu një shqiptare të mirë. Mua nuk më intereson nëse është demokrat, socialist apo ndonjë forcë tjetër politike, më intereson që të jetë një shqiptar i mirë që flet kështu me këto vlera dhe me këtë dashuri për vendin e tij. Kështu që faleminderit Ilda Zhulali, dhe mos harro të më shkruash një mesazh nëse do fitosh, do jem shumë e lumtur, por gjithmonë mund të më dërgosh një mesazh si mike. Faleminderit patjetër, dhe unë të falenderoj shumë që më ftove dhe më bëre pjesë e podcastit për frymëzim. Pra, Inspire është ajo që frymëzon njerëzit dhe unë dua që të jem pjesë e atyre që i frymëzojnë të tjerët për më të mirën. Se vetëm mbi të mirën mund të ndërtojmë diçka, edhe që më futet tek kjo pjesa e shqiptarëve të mirë. Falenderoj shumë për mundësinë. Suksese.